أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni që fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ne, familjet tona dhe mbar njerëzimin përgjithësi. Fillimisht më lejoni që në emrin tim, në emrin e cilësinë e nënkryetarit të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, t'ju uroj për muajin e Ramazanit, duke lutur Allahun fuqiplot që këtë ditë të agjerimit të cilat ne i kemi kaluar, inshallah Zoti na i pranon nga mëshira dhe rahmeti i Tij. Dhe njashtu lutim Allahun fuqiplot që ditë e mbetura të agjerimit, inshallah Zoti na jep shëndet dhe të mira që t'i plotësojmë edhe ditë e mbetura të muajit e Ramazanit. Përderisa jemi në muajin e madhreshëm të Ramazanit, kemi parasysh se Ramazani është një muaj i veçantë. Prej 12 muajve, Ramazani është një muaj i veçantë, një mosafir i veçantë që troket një herë në vit në dyrtë tona. Dhe me kënaqësinë më të madhe, ne muajin e Ramazanit e shohim këtë mënyrë si muaj të Kuranit. E shohim muajin e Ramazanit si muaj i vlerave dhe specifikave. Muaji i Ramazanit është muaj i ndryshimit, është muaj i faljes, është muaj i mëshirës, është muaj i ndërmjetësimit, është muaj i Kuranit, është muaj i bojarisë, muaj i dorimit, i shpresës, i lutjeve, i moraleve dhe mbi gjitha muaji i Ramazanit është muaj i ndryshimit dhe atë ndryshimit më të madh që ne synojmë të arrijmë brenda muajit të Ramazanit është takvallaki, sinqeriteti. Andaj edhe sot do të mundohena t'i them disa fjalë rreth qëllimit të agjerimit. Pse ne e kemi obligim agjerimin? Pse duhet të agjerojmë? Pse Allahu fuqiplot me madhrinë e Tij na i ka bën obligim agjerimin e muajit të Ramazanit? Të nderuar vëllezër dhe motra, agjerimi nuk është thjesht ne që të agjerojmë, ndalojmë nga ushqimi dhe pijet tona prej kohës të imsakut, së fyrit e deri në kohën e iftarit. Por Ramazani është edhe mbi gjitha është edhe më madhështor, duke pas parasysh se ne fillimisht i kemi 3 lloje të agjerimit. Kemi agjerim, domethënë të njerëzve të zakonshëm që përveç pijes dhe ushqimit që largohet, ndërsa nuk largohen nga veprat dhe veset e liga. Andaj kjo është një agjerim vërtet i zakonshëm që ndoshta një pjesë thuja edhe e bën këtë. Ndërsa kemi agjerim të veçantë që ne besimtar përveç agjerimit, përveç ushqimit dhe pijes që largohemi, ne agjerojmë edhe me shqisat e tona, agjerojmë me sytë e tanë, agjerojmë me durët e tona, agjerojmë me veshët e tanë, agjerojmë me gjuhën tonë, që nënkupton që vërtet përveç agjerimit, përveç pijes edhe ushqimit që largohemi ne për kohë të caktuar, ne vërtet e bindemi vetveten dhe besimtari jo vetëm në këtë muaj në Ramazanit, po duhet jetë edhe jashtë Ramazanit i tillë që ta agjeron, domethënë me synën e tij të mundohet mos ashet të ndaluarën, me veshën e tij mos ta ndëgjon atë të cilën nuk e kënaq Allahun dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe atë të cila realisht nuk dohet ta ndëgjoj. Duhet ta agjeroj edhe me durët e tij që edhe brenda Ramazanit, po edhe jashtë Ramazanit mos ta merr atë e cila me durët e tij nuk është e tij dhe mbi gjitha ta agjeron edhe me gjuhën e tij, që ta ruan gjuhën e tij që në veçantë në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit, po në veçantë në Ramazan të jetë i kujdesshëm që gjuha e tij çka flet, sa është e ëmbël, sa është e afër me njerëz, me ata të cilët edhe në xhami, edhe në rrugë, edhe në punë, edhe në familje pa marrë parasysh, duke pas parasysh fjalën e vet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku na thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se ka shumë njerëz të cilët agjerojnë, po prej agjerimit të tyre nuk përfitojnë asgjë përveç pijes dhe ushqimit. Domethënë vetëm janë largu mirë, po aty ndoshta mund të themi që e kanë kryer një obligim, por realisht nuk e kanë sevapin dhe shpërblimin e agjerimit, për të cilën Zoti fuqiplot e ka bën obligim agjerimin e Ramazanit. Dhe kur të ndalmi dhe të mendojmë se pse pikërisht Allahu fuqiplot na i obligoi agjerimin e muajit të Ramazanit, kur flet Allahu xhallashanuhu në kapitullin El-Bekare,
për ajetet e agjerimit, na thot Zoti Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na thot Allahu fuqiplot, o ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjerimi i muajit Ramazanit, ashtu siç ka qenë obligim edhe të popujt tjerë para jush. La'allakum tattaqun, mënyrë që të arrini devotshmërinë dhe sinqeritetin. Pra, qëllimi kryesor të nderuar vëllezër dhe motra që ne synojmë të arrijmë përmes agjerimit muajit Ramazanit dhe prej qëllimeve jo të vetme, po mbi gjitha kryesore që Allahu fuqiplot ne ka bë obligim agjerimin e muajit Ramazanit, është që ne përmes agjerimit një mujor të arrijmë shkallën e devotshmërisë, sinqeritetit. Si me e kuptu se sa na jena të sinqert? Në nënën parë, njeriu do të me qenë i sinqert me vetveten e tij, me Allahun fuqiplot, me familjarët e tij, me bashkëpunëtorët e tij, në punë, në xhami, në rrugë, vërtet me qenë i sinqert në sjelljen e tij, në fjalën e tij, në përshëndetjen e tij, në çdo gjë me pas me një fjalë në gjitha veprimet me qenë i sinqert. Si me kuptu ne se sa jemi të sinqert dhe çka është sinqeriteti, çka është takvallaki. Në këtë masmetin ai ka përshkruar Aliu radhiyallahu anhu, kur e kanë pyetur se çka është ma hiya al-taqwa, çka është devotshmëria, çka është sinqeriteti, Aliu radhiyallahu anhu ju përgjigj me 4 çështje. Ka thonë sinqeriteti është pika e parë, nëse dikush dëshiron me ditë se sa është i sinqert, pika e parë është el-khauf min al-jalil, ta kish frikë Zotin. Më thonë, nëse do dikush me ditë vërtet sa është i sinqert, sa është i devotshëm, në raport me çdo veprim, mbi gjitha me krijuesin fuqiplot, me Allahun xhalla shanuhu, është el khauf min al-jalil, sa ne e kemi frikën ndaj Allahu xhalla shanuhu, jo me pas frikën ndaj Allahu xhalla shanuhu kur t'je në xhami para njerëzve, kur t'je në punë ndoshta para njerëzve, ose me një vend kosht publik. Mirë po me pas frikën ndaj Allahu xhalla shanuhu në çdo moment, në çdo kohë. Me e di që nëse nuk të shohin të tjerët, të sheh Allahu fuqiplot. Kemi tregimet shumëta, megjithatë do t'i përmendim një 2 tregime shumë të shkurta që me e kuptu vërtet se sa si njeriu do të me pas atë frikën ndaj Allahu xhalla shanuhu në veprimet e tij. Në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, përderisa ka qenë pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wasalam, udhëheci muslimanëve është Abu Bekri, dhe pas vdekjes e Abu Bekrit Emirul Mu'minin, pra udhëhec muslimanëve ka pri Omer radhiyallahu anhu. Dhe Omeri radhiyallahu anhu njëherë prej herëve si halife muslimanëve merr rrugën prej në Medinë për në Mekke, dhe gjatë rrugës shen një çoban duke i rujt dhënt baktit e tij, edhe ju drejtohet do me e testu se vërtet se sa është i sinqert, sa është i besueshëm si njeri. Edhe e pyet, thot, ja rai, o çoban, thot, a ki mundësi më ne dhon një dele, thot, që ne ta prem, se jemi udhëtar. Ai pa e njoft se kjo është Emirul Mu'minin Omer radhiyallahu anhu, duke pas parasysh se në atë kohë nuk kanë qenë mediat ose fotografitë që me pas ose rrjetet sociale që ne ndoshta sado shumë më lehtë me njoft njëri tjetrin edhe me pa bilis paku figurativisht. Ai po i thot, o zotëri, thot, ta kisha dhënë me gjithë dëshirë, thot, një dele për me prej, për ushqim, mirë, po thot, unë jam vetëm çoban, unë jam vetëm rojtar, thot, janë pronari tim. Omer radhiyallahu anhu do të shkon edhe më larg. Thot, s'është problem, thot, thuj pronarit ton, thot, e ka hongër ujku. Edhe thot, përfundon puna. Thot, o zotëri, i nderuar, thot, unë i tham pronarit tim që e ka hongër ujku. Po çka më i thon Zoti tim në ditën e gjykimit? Çka më i thon Allahu të fuqiplot në ditën e gjykimit? Shiqone subhanallahu, çoban, jo në cilësinë e nënçmimit, po ndoshta në kuptimin mund dikush ta kupton se ndoshta njerëz edhe të pashkolluar, edhe si ka qenë i tillë, mi po besueshmëria, besimi i tij, frika ndaj Zotit, sinqeriteti i tij në punën e tij ka qenë vërtet jashtëzakonisht i madh. Andaj edhe ne sot vërtet në veprimet tona, në sjelljet tona, mbi gjitha dëshirojmë që edhe për agjerimin ton që do të dalmi para Allahu xhalla shanuhu, ne në rënd parë do të mendojmë ta kënaqemi Zotin, si Zoti të jetë i kënaqur me ne, radhja, domethënë për nesh e jo në të tjerët. Dhe ky kështu ju përgjigj, pra ky çobani kështu ju përgjigj Omerit radhiyallahu anhu, se unë let ndoshta t'i them
pronarit që e ka hangër ujku, po Zotit tim çka ti tham ditën e gjykimit. Pra, ka pas frikën, vërtet e frikën ndaj Zotit që në çdo moment, në çdo kohë, në çdo sekond Allahu xhalla shanuhu na sheh. Dhe po të një rast tjetër në kohën e Omerit radhiyallahu anhu kemi raste të shumta, po megjithatë me pas se sa është ajo bindja, sinqeriteti që ne dohet me pasën në raport me Allahun fuqiplot, dhe mbi gjitha të nderuar vëllezër dhe motra, pikërisht agjerimi i Ramazanit prej qëllimeve kryesore është kjo se me arritën. Një rast Omeri radhiyallahu anhu duke kaluar natën rrugëve të Medinës e ndëgjon një bisedë mes nanës dhe vajzës saj, duke i thënë nana vajzës saj, thot, shteja qumshtit edhe pak ujë që nese kur dalmi me e shit. Ai thot, oj nan, thot, ket e ka ndalu Omeri, edhe nuk guxojna me bani gjatë tillë. Khaliful Mu'minin, ai thot, Omeri nuk na shen këtë kohë. Thot, nëse nuk na sheh dhe nuk na ndëgjon. Mirë, po edukimi i një vajzës të mirëfillt, thot, nëse nuk na sheh Omeri, na sheh Zoti i Omerit. Subhanallah, edhe kjo t'jep me kuptu se sa është sinqeriteti, besimi, frika në Allahun xhalla shanu. Pra, prej shajave nëse dëshirojmë me ditë se aragjerimi a na kalon ndikim mesin vetveten tonë, në rënd parë, është shaj i parë që ka thënë Ali radhiyallahu anhu, është el khauf min el jalil, me pas frikën Zotit. Kjo është një shaj i parë i devotshmërisë, i sinqeritetit. E dyta, thot el amal bit tanzil. Përveç që kemi frikën e Zotit, ne mu munduan el amel bit tanzil, mu munduan me punu mbas Kur'anit, fjalës Allahut, mbas udhëzimeve që ne kanë zbrit nga Allahu xhalla shanuhu përmes Zibrilit tek pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe përmes pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe përmbar njerëzimin. Sa ne po mundohemi me zbatu Kur'anin, sa ne po mundohemi me qenë përputhshmëri me fjalët e Allahu xhalla shanuhu dhe me porositë e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Edhe kjo shaj cilësia e dytë, sifati i dytë i një besimtarit, se vërtet me ditë vetveten se nuk ka nevojë ne t'ju drejtojmë dikujt, ti je njeri i sinqert, njeri i takva, çdo kush ne ta sheh vetveten. Çështja e parë, a e ki frikën Zotit? Është një shaj prej shajave devotshmërisë. 2, sa ne po mundohemi, sa unë po mundohem të punoj me Kur'anin. 2, 3 është el istidad li yawmir rahil. Sa ne përgatitemi për atë që kemi me dalë para Allahu xhalla shanuhu. Është pika e tretë, cilësia e tretë, është sifati i tretë i një besimtarit që do që nëse dëshiron vërtet me kuptu se sa është i sinqert dhe sa është i devotshëm në veprimet e tij, e që ne thamë edhe një herë përmes Ramazanit ne dëshirojmë që të arrijmë shkallën kryesore të devotshmërisë dhe sinqeritetit. Frikën ta kemi ndaj Allahut 1, 2, po mundohemi me punu mbas Kur'anit. 3, el istidad li yawmir rahil, sa ne po përgatitemi për atë ditë që do të dalmi, ta lëm këtë botë dhe do të dalmi me i dhënë Zotit llogari, do të dalim me i dhënë Allahut fuqiplot llogari për veprimet, jetën tonë, veprimet tona dhe çdo minutë dhe frymare që ne kemi marrën, që dohet me përgatit, ne jemi të vetëdijshëm se e kemi në fillim, po e kemi në mbarim, edhe jo vetëm ne, po çdo gjë që ekziston, si Zoti Kur'an ka thënë kullu shay'in afan wa yabqa wajhu dhul jalali wal ikram. Çdo gjë do të përfundon përveç madhërisë e Zotit. Dhe andaj edhe ne e dimë në fund, dhe përdesa e dimë në fund, për shajave devotshmërisë dhe sinqeritetit është më u përgatit për ditën që do dalmi para Allahut. Dhe cilësia e katërt dhe e fundit prej njerëzve devotshëm sinqert që i ka përmend Ali radhiyallahu anhu, ka thënë er-rida bil kalil, më kon i kënaqur dhe me qenë falëndërues ndaj Zotit edhe me atë që e posedon, edhe nëse është e pakët. Kjo nuk do të thotë që ne mos angazhohemi, mos punojmë, që të arrijmë edhe më shumë. Mirë, po megjithatë me atë që posedojmë, ti thojmë Zotit elhamd, falënderimi takon vetëm ty o Zot për çdo nimet, sa do të jetë i vogël, për arsye se nimetet e Allahut janë shumëta dhe ne në çdo moment, në çdo kohë duhet të jemi falëndërues ndaj Allahut fuqiplot. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, për këtë përfund, lut Allahun fuqiplot që ne na shpërblen për agjerimin e Ramazanit që i bëjmë, për leximin e Kuranit, për sadakatet tona, për namazet e tona, namazin e taravijës dhe çdo për lutjet e tona, inshallah Zoti na i pranon, dhe çdo veprim që ne e bëjmë gjatë muajit të Ramazanit, inshallah Allahu xhalla shanuhu na bën prej atyre të cilët vërtet e kemi me një niyet pastër, me një niyet sinqert, dhe mbi gjitha ne që agjerojmë duhet ta kemi parasysh prej qëllimeve kryesore të agjerimit, pse ne agjerojmë,
është Zoti në Kur'an na ka thënë la'allakum tattaqun, në mënyrë që të arrijmë shkallën e devotshmërisë dhe sinqeritetit, dhe ne u mundum me i thënë disa fjalë se çka është sinqeriteti dhe në sjellje, në veprime, në jetën tonë përgjithësi, Allahu na bë prej tyre. Allahu na boft që ne, Zoti na bën që ne vërtet të mundohemi maksimalisht që ta shfrytëzojmë muajin e Ramazanit, se muaji i Ramazanit është muaji që më shumë të ne kemi mundësi me ndryshu dhe me afru me Allahun xhalla shanuhu. Këtë për fund edhe një herë lutem Allahun xhalla shanuhu, siç e lutëm fillim dhe në fund, që ditë e agjerimit Ramazanit që kemi agjeru, inshallah Zotin e ka pranuar nga mëshira dhe rahmeti i tij, dhe ditë e mbetura të agjerimit, inshallah Zoti na jap shëndet dhe mirësi në jetë dhe begati që të arrijmë ta përfundojmë muajin e Ramazanit. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum astaghfiru min kulli dhanb innahu huwa ghafurur rahim. Thank you.